Të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti, po lusim së bashku me ju mbrëmësoren e hënë java 5 të kreshmeve, psalme të marra nga java e parë e psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. O Jezus, je themeluesi i agjerimit të kreshmeve, më ngjillet na e mësove për shërim të mendjeve. Bëju tashti krah kishës, pendesës që ndroj pranë, shtrir për dhe të lutemi, të falësh mëkatet tonë. Ti fajet e ribëra shly me hirin tënd, e rojen ka ardhmja me shumë butësi përdore. Të shpërblyer nga veprat vjetore të pendimit, të shkojmë në gëzimin e pashkëve, të denja për kremtimin. Ty gjithësia sendeve të adhuroft, trinie më sheshme, me faljen tënde të përtrirë, të këndojmë një këngë të re. Amen. Antifona e parë. I drejtë është Zoti, njerëzit e drejtë do ta shohin fytyrën e tij. Psalmi 11. Shpresa të drejtit është në Zotin. Jam në dorë të Zotit, përse atëherë i thoni shpirtit tim, fluturo si shpend në mal. Ja, bakëqiet harkuan e shtrënguan, mbi kurt shigjetën vendosën, për t'i shigjetuar fshehtas të drejtët. Kur themelet janë të luhatëra, çfarë mund të bëjë i drejti? Zoti është në tempullin e vet të shenjtë, Zoti fronin e ka në qiell. Sytë e tij vëzhgojnë të vëbektin, qërpikët e tij shqyrtojnë bitë e njerëzve. Zoti shqyrton të drejtin e të paudhin, ai e urren atë që e do paudhsin. Mbi mëkatarët dhe të bëj të bjerë prush, zjarr, sulfur e stuhi është pjesa e trashëgimit të tyre. Zoti është i drejtë e drejtësinë e ka për zemër. Të drejtë do ta shikojnë fytyrën e tij. Lavdiatit të birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. I drejtë është Zoti, njerëzit e drejtë do ta shohin fytyrën e tij. Antifona e dytë. Lumë të pastrit në zemër, sepse ata do ta shohin Zotin. Psalmi 15. Kush është i denjë të qëndroj para Zotit? O Zot, e kush do të guxoj të hyjë në tendën tënde? Kush do të guxoj të banoj në malin tënd të shenjtë? Vetëm ai që jeton me nder, që vepron me drejtësi. E prej zemrës flet të vërtetën, që si shpifet kujt me fjalë, që të afërmin se dëmton, që shokun nuk e nxjerrën. Ai që bakeqin e mban për asgjë, e çmon ata që druajnë Zotin. Ai që i përbëhet dashamirit të vet dhe ja mban fjalën, nuk jep të holla me kamat, e nuk merr rishfet kundër të pafajshmet. Kush vepron kështu, kurrë për këtë jetë nuk do të luhatet. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lumë të pastrit në zemër, sepse ata do ta shohin Zotin. Antifona e tretë. Ati na zgjodhi në Krishtin që të jemi bijë të tij. Kënga krahasuar Efesianëve, kapitulli i parë, rreshta 3 deri në 10. Hyji shpëtimtar. Qoftë bekuar hyji, ati Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtrar në qiell në Krishtin. Në të na zgjodhi para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e të papërlyer para tij në dashuri.
Ai na parashënoi për vete, të jemi bi në shpirt në saje të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vetë. Për nder të lavdisë së hirit të tij, me të cilën na pajisi me anë të dashurit. Në të, në saje të gjakut të tij e fituam shpërblimin. Në të na u falën fajet, me anë të begatisë së hirit të tij, të cilin hyi e ndikoi në ne, bashk me çdo urti e kuptim. Ai na vuri në dieni, mbi misterin e vullnetit të vet, synimin që lirisht kishte vendosur, qysh më parë ta kryente në të. Kur të plotësohej koha, të vërë çdo gjë në kryesinë e Krishtit, të gjithë qendësit që janë në qiell e në tokë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ati na zgjodhi në Krishtin që të jemi bijtë të tij. Leximi i shkurtër i Romakëve kapitulli 5, rreshta 8-9. Hyje dëftoi dashurinë e vet kundrejt neve kështu. Ndërsa ne ende ishim mëkatar, Krishti vdes për ne. E mbasi tani ne jemi të shfaqsuar me anë të gjakut të tij, është më e sigurt se ai do të na shpëtojë nga dënimi. Përgjigjja e shkurtër. Na trego dashurinë tënde o Krisht, e ne do të shëlbohemi. Na e trego dashurinë tënde o Krisht, e ne do të shëlbohemi. Pastroj mëkatet tona me gjakun tënd, e ne do të shëlbohemi. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Na e trego dashurinë tënde o Krisht, e ne do të shëlbohemi. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Nuk dëshmoj vetëm unë për vetvete, po për mua dëshmon edhe Ati që më dërgoi. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli 1, rreshtat 46 deri 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im me madhëron Zotin. Shpirti im me harej brorit hyi të shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvujt, që tani të gjithë breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi gjithë pushtetshëm, i shejt është emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni për atë që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet, i hodhi poshtë qëllimet e krenarëve. I rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet, duke e sjellë në mend mëshirën. Si u pati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Nuk dëshmoj vetëm unë për vetvete, po për mua dëshmon edhe Ati që më dërgoi. Lutjet e besimtarve. Ti drejtohemi me shpresë Jezu Krishtit, Zoti tonë, i cili neve, popullin e vet, na ka shëlbuar nga mëkatet tona. O Jezu Krisht, biri i Davidit, ki mëshirë për ne. Të lutemi o Zot për kishën tënde, për të cilën ti e frijuar dhe të cilën e ke larë dhe shuguruar në ujin e fjalës së jetës. Për herë përtrije dhe pastroje me pendes të qëndrueshme. O Jezu Krisht, biri i Davidit,
ki mëshirë për ne. Mësuesi mirë, tregoja të rinjëve rrugën të cilën secili t'u ka caktuar, që të shkojnë asaj rruge dhe në të gjejnë shpëtimin. O Jezu Krisht, biri i Davidit, ki mëshirë për ne. Ti ke pasur mëshirë gjithmonë për të varfrit, zgjoje shpresën e të sëmurve dhe shëroj nga sëmundjet e tyre. Por bëj që edhe ne të kemi më shumë kujdes për ta. O Jezu Krisht, biri i Davidit, ki mëshirë për ne. Bëj që të jemi të vetëdijshëm për dinjitetin ton, që na e ke dhënë me pagëzim. Që të jetojmë vetëm për ty. O Jezu Krisht, biri i Davidit, ki mëshirë për ne. Jepu paqen dhe lumturinë të vdekurve, dhe neve bashkë me ta na e bëj të mundshme të mbretërojmë në lumturi. O Jezu Krisht, biri i Davidit, ki mëshirë për ne. Aty në qenë në qiell u shëjtroft emri të ardë mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na e fal fajët tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqja. Amen. Të lutemi, o Hy që ti me hirin tënd na pasuron me çdo bekim, bëj po të lutemi të shndrohemi rënjësisht në kreatyrë të reja që të bëhemi gati për lumturinë e mbretërisë qiellore, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë Hyun. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutem së bashku me ju mbrëmsoren, vazhdoni qëndroni me programet e Radio Marisë së Kosovës. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.